Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu premton se do të bëjnë shëndetësi europiane të pavarur nga politika. BDI reagon ndaj Stojlkovicit, pretendon se kryeministri Mickoski po e lë vendin në orbitën e Rusisë dhe Kinës. Në Shkup, ndahen çmime në kuadër të forumit personalitetet të shquara nga Rumelia. Irani i gatshëm të ndaloj sulmet nëse ndalon edhe Izraeli. Tel Avivi kërkon ndihmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje të nderuar shikues. Pasi e zuri vendin Arben Taravarit në krye të shëndetësisë, Azir Aliu ka mbajtur sot takimin e parë me gazetarët. Ai premtoi një sistem të ri shëndetësor stabil dhe politikisht pavarur. Aliu foli për plane që sistemi shëndetësor të modernizohet dhe të lidhet me rrjetin evropian për një shërbim më të shpejtë dhe efikas. Ai është pyetur nga gazetarët nëse mund të jetë i suksesshëm pasi që nuk është mjek. Unë jam doktor i shkencave informatike, nuk jam mjek. Por pozicioni që kam për momentin është pozicion menaxhues, deklaroi ministri Aliu. Ministri i ri i Shëndetësisë Azir Aliu ka mbajtur sot preskonferencën e parë pas marrjes së detyrës si ministër. Aliu paralajmëroi një sistem të ri, stabil dhe politikisht i pavarur në shëndetësi, me qëllim që mjekët të mund të kryejnë punën e tyre në mënyrë profesionale, ndërsa pacientët si shta të marrin shërbim cilësor. Aliu prezentoi 5 syllat kryesore për reformën në këtë sektor. E para, planifikimi strategjik, e dyta, transparencë dhe llogaridhënie, e treta, zhvillim profesional, e katërta, financim i qëndrueshëm dhe parandalim, dhe e pesta, digitalizim. Sipas tij, sistemi shëndetësor do të modernizohet dhe do të lidhet me rrjetin evropian për një shërbim më të shpejtë dhe efikas. Sot si Ministri i Shëndetësisë kam nderin të ndaj me ju vizionin për një shëndetësi që nuk pret të reagojë, por për një shëndetësi e cila parandalon, planifikon për mirësinë e çdo qytetari. Ministria e Shëndetësisë do të veprojë në 3 drejtime kyçe për realizimin e këtij vizioni. Zbatimi i projekteve nga programi i qeverisë 2024-2028, do të krijojmë një pasqyrë të qartë të gjendjes aktuale, do të rishikojmë planet aksionare dhe do të angazhohemi për rritje të fuqishme dhe të matshme të zbatimit të programeve. Në pyetjen se sa është i denjtë e udhëheqshme këtë ministri, duke pasur parasysh se ai përket lëmisë së informatikës, Azir Aliu tha se nuk do të kryejë asnjë operacion, por zoto se do të jetë menaxhues i mirë. Doktor po informatikë. Është vërtet, unë jam doktor i shkencave informatike, nuk jam mjek. Por pozicioni që kam për momentin është pozicion menaxhues, kështu që unë nuk do të operoj zemra, por do të krijoj sisteme të cilat do të jenë optimale, llogaridhënëse dhe në kohë, kështu që do të krijoj sisteme që të mundet mjeku ose kardiologu të operoj zemër në kohë reale, me instrumente të mira, llogaridhënien ndaj qytetarëve, ndërsa jo lista përpritje. Kujtojmë se ministri i sapo emëruar Azir Aliu do të zëvendësoj ish kryetarin e tij Arben Taravari, pasi ky fundit fillimisht u largua nga koalicioni Vlen e më pas dha dorëheqje edhe nga posti i ministrit, ndërsa Aliu së bashku me disa bashkëpartiak të tij vendosën të mbeten në koalicionin Vlen dhe në qeveri. Krerët e qeverisë po tentojnë që të normalizojnë ndryshimin e orientimit euroatlantik të Maqedonisë Veriut, duke urreshtuar atë në boshtin që drejtohet nga Rusia dhe Kina. Këtë ka theksuar sot BDI-ja, e cila ka kritikuar rënd kryeministrin Mickoski për shkak të lejimit të zëvendës kryeministit Ivan Stojlkovic, i cili mori pjesë në ceremoninë e kremtimit të ditës së Rusisë. Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj zëvendës kryeministit dhe njëherësh ministri i marrëdhënieve ndërmjet bashkësive, Ivan Stojlkovic, pasi mori pjesë në kremtimin e ditës së Rusisë. Nga opozitarja BDI theksojnë se në mënyrë publike dhe me kapacitet të plot institucional në emër të qeverisë promovojnë dhe mbrojnë narrativat ruse në Maqedoninë e Veriut. Këto veprime, sipas BDI-s, janë në kundërshtim me qëndrimet e NATO-s.
Qëndrimi aktual i qeverisë paraqet një precedent të rrezikshëm, përmes të cilit po tentohet normalizimi i një ndryshimi të politikës zyrtare të shtetit, me synimin për t'u larguar nga orientimi i qartë euroatlantik dhe për t'u afruar qendrave alternative të fuqisë politike, të udhëhequra nga Pekini dhe Moska. Nga Partia Ahmeti shtojnë se për këto veprime Stojković gëzon mbështetje edhe nga kryeministri Christian Mickoski. Zëvendës kryeministri i cili në mënyrë ironike është përgjegjës për zbatimin e marrëveshjes Kornis të Ohrit dhe që urdhëron shkarkimin e shqiptarëve nga pozita të larta në administratë, gëzon qartazi mbështetjen e kryeministrit Christian Mickoski për gjitha veprimet e tij, diçka që e kemi parë më herët kur ndante karton të verdh për shqiptarët që i kishte shënjestruar Stojkoviçi si të pjekur për të shkarkuar. Megjithatë, integristët theksojnë se Republika e Maqedonisë së Veriut është zëtuar ndaj aleatëve të saj, që do të vënë në dispozicion të gjitha kapacitetet dhe mekanizmat në mbrojtje nga këto ndikime, jo vetëm brenda territorit të vet, por edhe si partnere aktive në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ndërsa BDI akuzon kryeministrin se po favorizon frymën serbe që përfaqëson Stojkoviçin, koalicioni vlen thekson se po ndodhe kundërta. Koalicioni shqiptar thekson se ata po avancojnë shqiptarët Ministrinë e Punëve të Brendshme, aty ku sipas tyre për shumë vjet shqiptarët ishin vetëm numra pa zë. 44 shqiptar janë punësuar, ndërsa 40 shqiptar të tjerë janë avancuar në pozita të rëndësishme në strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, njofton Vleni. Koalicioni vlerëson se po ndodh një përthyrje historike në institucionet e shtetit. Sipas koalicionit shqiptar në pushtet, kjo po bëhet pa zhurmë, por me punë të palodhur dhe vendosmëri të hekurt. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, aty ku për vite me radhë shqiptarët ishin vetëm numra pa zë, vlen po sjell drejtësi dhe përfaqësim real. Deri më tani janë 44 shqiptar të punësuar, 40 shqiptar të avancuar në pozita të rëndësishme në strukturat e MPB-s, thuhet në njoftim. Këto nuk janë thjesht shifra, janë shembje e murit të diskriminimit institucional, që u ngrit me përkujdesje nga ata që sot sillen si kujdestar të interesit kombëtar. Po flasim për të njëjtën që për 20 vjet sunduan MPB-n dhe lanë shqiptarët jashtë saj. Sot, Vleni është duke korrigjuar padrejtësitë historike, duke ndërtuar një administratë që pasqyron fytyrën reale të këtij vendi. Koalicioni njofton se koha e frikës dhe ignorancës institucionale ka marrë fund. Vlen është përgjigjja e shqiptarëve të lodhur nga premtimet boshe. Vlen është alternativa që nuk lip më, por vendos, thekson Vleni. Për vetën, koalicioni thekson se është fuqia që ka marrë përgjegjësinë dhe po e mban fjalën me punë jo me propagandë. Dhe për fund, një mesazh për ata që na shikojnë nga dritarët e frikës e korridorit e nostalgjisë. Vlen nuk luftohet me thashëtheme, Vlen nuk ndalet me shpifje, Vlen nuk rrezohet me statusa, Vlen është populli dhe kur populli qeveris, pushteti është bekim, jo plaçk, theksohet në komunikat. LSDM-ja ka mohuar sot akuzat e djeshme të VMRO DPMN-s, e cila akuzon Kvenko Filipçen se ka pranuar dhuratë një veturë nga një kompani që kishte marrë tender për furnizimin me qymyr. Partia opozitare sqaron se automjeti i përmendur nuk ka qenë kurrë në pronësitë Filipçes, as tani dhe as në të kaluarën. LSDM-ja thekson se e gjithë pasuria e Filipçes është deklaruar në mënyrë të rregullt dhe transparente në formularët e deklarimit pasurisë. Në Maqedoninë e Veriut të skandalet nuk kanë të ndalur, ndërsa vazhdojnë gënjeshtrat e VMRO DPMN-s për kryetarin e LSDM-s Kvenko Filipçe për pretendime se ka pasur në pronësi një automjet të markës Audi. Ky është qendrimi i LSDM-s e cila akuzat e VMRO-s i cilëson si gënjeshtër e pastër. Partia sqaron se automjeti përmendur nuk ka qenë kurrë në pronësi të Filipçes, as tani dhe as në të kaluarën. Nuk është hera e parë që VMRO DPMN përpiqet me trillime të lira dhe të kujdesshme të krijojë dyshime të rreme për një gjoja korrupsion, pa asnjë provë, pa asnjë fakt, vetëm me urrëtie politike. Sepse skandalet e vërteta janë në oborrin e VMRO DPMN-s. Këto përpjekje të dëshpëruara për ta njollosur Kvenko Filipçen tregojnë se sa shumë i friksohen atij. LSDM thekson se e gjithë pasuria e Filipçes është e deklaruar në mënyrë të rregullt dhe transparente në formularët e deklarimit të pasurisë. Ata thonë se kjo është realitet. Njëkohësisht, ata shprehin se VMRO DPMN duhet të ndalë gënjeshtrat edhe të përgjigjen ndaj pyetjeve të vërteta se kur do të japin dorëheqje të Shkovski, Janev dhe Miskovski për tragjedinë në Koçan.
Ndërkaq, në ditën e djeshme Vëmëroja ka ngritur pretendime se kreu i LSDM-s Venko Filipçe ka marrë dhurat një vetur luksoze nga kompania Zobek Mining Group, prej ku nga ana tjetër fitoi një tender për furnizimin e qymirit për SM, kur një person që nuk ka lidhje familjare me një person tjetër merr një dhuratë prej 130.000 eurosh, është mjaft e qartë se bëhet fjalë ose evazion fiskal, pastrim parash ose tregtim ndikimi, pretendon Vëmëroja. Partia në pushtet është e shprehur se për më tepër, kur bëhet fjalë për një dhuratë prej 130.000 eurosh për një politikan, deputet dhe udhëheqës të opozitës, është mjaft e qartë se diçka fshihet. Gjithashtu, ata thonë se Prokuroria Publike po heshte dhe nuk po ndërmerr asnjë veprim për dhuratën e Venko Filipçës. Ka reaguar Vëmëroja Pëmaneja, e cila i bën thirrje Filipçës që të bjerë dakord me mikun e tij Enis Kolesinac, kujt i përket makina. Partia në pushtet thekson se është fakt që zyra e prokurorit publik hesht për Filipçen për makinën 130.000 euro dhe për të njëjtën gjë po ngrem pati kundër Peçe Mirçevskit. Sipas Vëmëroja Pëmanejës, faktet janë pronari i kompanisë që bleu makinën tha se ishte për Filipçen dhe makina është në pronësi të tij. Është shumë e thjeshtë. Makina është blerë në emër dhe llogari të kompanisë Zobek dhe i është dhënë Filipçes, i cili është pronari i vërtet. Por më tepër, Filipçe ishte me shefin e kompanisë që bleu makinën në Dubai. Ai gjithashtu bëri fotografi të Filipçes dhe Zaevit nga prapa, theksojnë nga Vëmëroja Pëmaneja. Forumi personalitetet të shquara nga Rumelia është mbajtur mbrëm në Shkup ku edhe u ndan çmimet për të drejtat e njerëzit dhe kulturën. Forumi organizuar në praninë të një numri të madh të ftuarve nga Maqedonia e Veriut, vendet e rajonit si dhe Turqia, përfaqësues nga fushat ndryshme si kultura, shoqëria civile, arsimi dhe politika. Në Shkup u zhvillua ceremonia e dytë ndërkombëtare e ndarjes së çmimeve për të drejtat e njerëzit dhe kulturës, një ngjarje e veçantë dedikuar personaliteteve me ndikim në hapësirën e gjerë të Rumelisë. Forumi Personalitetet të shquara nga Rumelia, që jetojnë në Turqi, është themeluar në vitin 2021 në Stamboll të Republikës së Turqisë, ku themeluesit e saj janë Shkupjani Melek Arash, ish-kryetari Rutevit, ish-kryetari i Komunës së Bursës Recep Altepe, filantropi Bajram Vardar, Ismaili Yıldız, kryetari i Fondacionit për Kulturë dhe Solidaritet Turko-Shqiptar dhe shumë emra të shquar të jetës kulturore nga Turqia. Ceremonia e parë ndërkombëtare u mbajt në Stamboll më 10 tetor 2023, ndërkaq ceremonia e dytë është mbajtur mbrëm në Shkup, me rast shumë personalitete të shquara nga vendet e Ballkanit, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Greqia, Mali i Zi, Sanxhaku, Rumania dhe Bullgaria ishin pjesëmarrëse dhe fitues të çmimeve për të drejtat e njerëzit dhe kulturën. Forumi mbrëm u organizua në praninë të një numri të madh të ftuarve nga Maqedonia e Veriut, vendet e rajonit si dhe Turqia, përfaqësues nga fusha të ndryshme si kultura, shoqëria civile, arsimi dhe politika. Ngjarja ishte një platformë për të nderuar figurat që kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në forcimin e vlerave demokratike, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe promovimin e trashëgimisë kulturore në Ballkan. Në mesin e të ftuarve ishte edhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Izet Megjiti, i cili mbajti një fjalim rasti ku theksoi se paqja dhe bashkëpunimi kulturor nuk ndodhin vetvetiu. Paqja dhe bashkëpunimi kulturor nuk ndodhin vetvetiu. Ato vijnë si rezultat i përpjekjeve të ndërgjegjshme, i kapërcimit të paragjykimeve dhe i gatishmërisë për të dalë përtej qëndrimeve të ngurta. Kërkojnë vullnet për të dëgjuar tjetrin, për të kuptuar dhe për të bashkëtuar me dinjitet dhe respekt. Të drejtat e njerëzit nuk kanë të bëjnë vetëm me mbrojtjen nga padrejtësitë. Ato janë të lidhura ngushtë me mundësinë për të qenë pjesë e plotë e jetës publike, për të ndërtuar, për të kontribuar, për të qenë i pranishëm, i dëgjuar dhe i vlerësuar. Përpos çmimit që mbrëm si personalitet i shquar kishte marrë akademiku i njohur bosnjak Ferit Muhic për vitin 2025, juria vendosi të nderoj dy personalitete të shquara edhe nga Maqedonia e Veriut, zëvendës kryeministrin Izet Megjiti dhe kryetarin e shoqatës Ensar, profesor Dr. Sulejman Baki. Profesor Baki njihet gjegjesisht për kontributin e tij në jetën akademike, shoqërinë civile dhe angazhimet e tij në sferën politike e publike. Të dy laureatët u vlerësuan në përkushtimin e tyre të vazhdueshëm në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe forcimin e vlerave kulturore në shoqëri. Ngjarja përfundoi me ndarjen e çmimeve dhe një program kulturor, duke përshkruar mesazhin e bashkëjetesës, solidaritetit dhe respektit për diversitetin kulturor që e karakterizon historinë e Rumelisë.
Në ambientet e qendrës inovative Inox, në Shkup u bë promovimi i librit Mekami Rumelis, i poetit turk me prejardhje shqiptare nga Kumanova Xhelal Ballkan. Në këtë event organizuar nga shoqata Köprü dhe shoqata Bamirës e Rutev nga Turqia, morën pjesë shumë personalitete të sferës kulturore, shoqërore, politike, shkrimtar, publicist nga Maqedonia e Veriut dhe Republika e Turqisë. Libri Mekami Rumelis i poetit Xhelal Ballkan është botuar nga shtëpia botuese Divan Yayıncılık të shoqatës kulturore Köprü nga Shkupi. Ministria e Punëve të Jashtme ka njoftuar se deri në këtë moment gjithsej 22 persona kanë kërkuar asistencë për të lënë territorin e Izraelit dhe për të u kthyer në Maqedoninë e Veriut. Bëhet fjalë për shtetas të Maqedonisë së Veriut, si dhe anëtarë të ngushtë të familjeve të tyre. Aktualisht janë duke u ndërmarrë aktivitete për evakuimin e tyre të shpejtë dhe transferimin në një vend të sigurt nga ku do të organizohet kthimi i tyre në vend. Theksojmë se përfaqësia diplomatiko-konsullore në Tel Aviv është në komunikim të vazhdueshëm me shtetasit tanë, ndërsa Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme po punon aktivisht për sigurimin e gjitha kushteve të nevojshme për kthimin e tyre të sigurt, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme. Në kuadër të Ministrisë është krijuar një shtab krize i cili monitoron vazhdimisht situatën dhe është në dispozicion 24 orë në ditë për të gjitha nevojat që lidhen me ndihmën, mbështetjen dhe asistencën. Vazhdojmë me lajmet. Irani është i gatshëm të ndalojë sulmet ndaj Izraelit nëse Tel Avivi ndalon ofenzivën ndaj Teheranit, ka deklaruar kryediplomati iranian. Ndërkohë është raportuar se Izraeli ka kërkuar nga SHBA-ja të bashkohej me fushatën ushtarake kundër Iranit, ndërsa theksohet se Tel Avivi nuk ka aftësi për të shkatruar vendin e pasurimit të uraniumit që ndodhet thellë brenda një mali në Iran. Këto janë pamjet e qyteteve izraelite, pas sulmeve iraniane, që janë si u përgjigje ndaj sulmit të ditës së premte, ku u vran një numër i madh i krerëve ushtarak të Teheranit. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se Irani është i gatshëm të ndalojë sulmet ndaj Izraelit nëse Tel Avivi ndalon ofenzivën. Kryediplomati deklaroi se lufta i është imponuar Iranit dhe se Teherani nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të përgjigjej. Në anën tjetër, Izraeli ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bashkohen me fushatën ushtarake kundër Iranit. Duke cituar burime amerikane dhe izraelite, media Axios njoftoi se Izraeli nuk ka aftësi për ta shkatruar vendin e pasurimit të uraniumit në Fordov të Iranit, i cili ndodhet thellë brenda një mali dhe ka nevojë për ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta shënjestruar atë në mënyrë efektive. Një zyrtar amerikan konfirmoi se Izraeli kërkoi nga SHBA-ja të bashkohej në operacionin ushtarak, por tha se aktualisht administrata amerikane nuk po e shqyrton këtë. Duke cituar një burim izraelit, media amerikane më herët deklaroi se presidenti i SHBA-s Donald Trump ka sugjeruar pjesëmarrjen e mundshme të SHBA-s nëse do ishte nevojshme gjatë bisedimeve të fundit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Megjithatë, një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë të premten e mohoi pretendimin. SHBA-ja vazhdimisht ka deklaruar se Izraeli veproi i vetëm në veprimet e fundit ushtarake kundër Iranit. Ndërkohë, kryediplomati iranian deklaroi se kanë prova të dokumentuara për mbështetjen që forcat amerikane në rajon dhe bazat e tyre i kanë dhënë sulmeve ushtarake të regjimit sionist. Kemi mbyllur këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.